Ashtu sikur se keni kuptuar edhe nga sigla, do t'jemi me horoskopin ekonomik për ditën e sotme, për këtë 20 maj, do të themi për se cilën shenjë se si do t'jetë dita e tyre në raport me yjet dhe planetet, a do t'ken favorizime në aspektin financiar dhe atë të karierës. Nisi me njëherë me shenjën e parë, shenja e dashit. Kjo periudhë do të sjellë energji dhe ambicie të reja në aspektin profesional. Do të ndiheni më të motivuar për të marrë iniciativa dhe për të treguar aftësitë tuaja në punë. Një projekt i ri ose një bashkëpunim interesant mund të hapë rrugë për të ardhur shtesë. Financat do të jenë të qëndrueshme, por duhet të shmangni shpenzimet impulsive dhe blerjet e panevojshme. Një person me ndikim mund t'ju jap një mundësi të rëndësishme për karrierën. Në fund të javës pritet një lajm pozitiv që lidhet me punën ose paraç, kështu që prisni edhe pak ditë. Shkojmë më tej tek shenja e radhës nga Dashi tek Demi. Në planin profesional do të ndjeni më të sigurt dhe më të qartë për objektivat tuaja, përkushtimi dhe durimi që keni treguar së fundmit do të fillojnë të japi rezultatet e para. Një ofertë e re pune ose një mundësi bashkëpunimi mund të rezultojë shumë fitimpruese, financat do të jenë të stabilizuara dhe do të arrini që të menaxhoni më mirë buxhetin personal. Megjithatë, shmangni investimet e nxituara dhe mos u besoni lehtësisht premtimeve financiare. Një pagesë ose shpërblim i vonuar mund të arrijë papritur për ju. Shkojmë tej tek binjakët. Komunikimi dhe aftësia juaj për të bindur të tjerët do t'jenë çelësi i suksesit në punë. Mund të merrni pjesë në takime apo negociata që do të ndikojnë pozitivisht në karrierën tuaj. Një bashkëpunim i ri mund të sjellë të ardhura më të mira nga sa kishit menduar. Nga ana tjetër, financat kërkojnë organizim dhe më shumë kujdes me shpenzimet e vogla të cilat mund të shtohen pa u kuptuar. E rëndësishme është të shmangni vendimet impulsive në lidhje me investimet apo me borxhet. Nuk është ky momenti për tu nxituar. Fundi i periudhës do të sjellë një mundësi të mirë për të rritur të ardhurat, por deri në atë kohë duhet patjetër të jeni shumë të kontrolluar me impulsivitetin. Shkojmë tej tek gaforja. Për shenjën e gafores, në punë do të ketë më shumë përgjegjësi, por edhe më shumë mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Një projekt i ri mund të sjellë zhvillim profesional dhe stabilitet afatgjatë. Financat do të përmirësohen gradualisht, sidomos nëse tregojeni të kujdesshëm me menaxhimin e buxhetit. Kujdes me shpenzimet familjare, pasi mund të lindin detyrime të papritura. Një person i afërt i juaj mund t'ju jap një këshill të vlefshme për punën ose investimet. Janë pikërisht durimi dhe organizimi të cilët do të luajnë rolin e çelësit për suksesin tuaj. Këto të dyja duhet i menaxhoni me kujdes maksimal në mënyrë që të arrini të shihni edhe rezultate të kënaqshme dhe që puna juaj të mos shkojë dëm, por përkundrazi të jetë produktive dhe fitimpruese. Dhe vijojmë nga gaforja tek shenja e luanit. Karriera për ju që përkisni kësaj shenje të horoskopit do të marrë një kthes pozitive dhe do të ndiheni më të vlerësuar për punën që bëni. Mund të merrni një ofertë interesante ose një mundësi për të avancuar profesionalisht. Financat do të stabilizohen dhe pikërisht ky stabilizim vjen pas një periudhe me luhatje dhe pikërisht kjo do t'ju bëjë që të ndiheni më të qetë ekonomikisht. Ju kishte munguar prej pak kohësh kjo qetësi, tani më është momenti që ju të shijoni rezultatet e një pune të bërë me shumë përkushtim. Megjithatë, duhet të ruani ekuilibrin mes kursimeve dhe shpenzimeve luksoze që nuk ose ju rrin shumë përshtat, të paktën në këtë periudhë teksa lindjen ambicie të reja. Dhe këto ambicie të reja ka nevojë nga ana tjetër për një kontroll shumë të mirë të ardhurave. Një takim i rëndësishëm mund të hap dyert të reja për të ardhmen tuaj profesionale. Fundi i javës do të favorizojë marrëveshjet financiare dhe planet afatgjata, megjithatë duhet presim deri kur të vi fundi i javës. Deri më tani tregohuni të kursyer, por jo të mos bëni hapa konkret për ta zhvilluar veten. Dhe vijojmë tek Virgjëresha. Shenja e Virgjëreshës është një shenjë që gjithmonë i përkushtohet detajeve dhe
Pikërisht për këtë arsye, puna do të kërkojë përqendrim maksimal dhe një organizim të mirë të kohës. Do të përballeni me disa sfida profesionale, por aftësia juaj për të analizuar situatat do t'ju ndihmojë që të dilni me sukses. Një pagesë ose shpërblim i vonuar mund të vijë më në fund duke përmirësuar gjendjen financiare. E rëndësishme është t'ju rikujtojmë që duhet bëni kujdes me blerjet impulsive dhe shpenzimet për gjëra të cilat nuk janë domosdoshmëri. Nuk është se do të ndodhë diçka në rast se nuk i keni ato pajisje apo ato asete që kërkoni t'i blini ditën e sotme. Një koleg ose bashkëpunëtor mund t'ju propozoj një ide interesante biznesi. Kjo periudhë favorizon planifikimin financiar afatgjat. Dhe shkojmë tek peshorja. Bashkëpunimet profesionale do t'jenë shumë të rëndësishme gjatë kësaj kohe, do të keni mundësi të krijoni kontakte të reja që mund të ndikojnë pozitivisht në karrierën tuaj. Financat do t'jenë më të balancuara dhe një vendim i zgjuar ekonomik do t'ju sjellë përfitime. Megjithatë, shmangni premtimet financiare ndaj njerëzve që nuk i njihni mirë. Një ide kreative mund të kthehet në burim të ardhurash shtesë. Fundi i periudhës do të sjellë lajme të mira për një projekt pune. Shkojmë tek akrepi. Në aspektin profesional do të ndiheni më të fortë dhe më të vendosur për të arritur objektivat tuaja, një mundësi e re pune ose një ofertë bashkëpunimi mund të ndryshojë planet tuaja për të ardhmen. Financat kërkojnë më shumë kontroll dhe kujdes me shpenzimet e mëdha. Mund të lindin detyrimet të papritura që do t'ju obligojnë një lloj forme të rishikoni buxhetin. Një person me eksperiencë mund t'ju ndihmojë me një këshill të vlefshme financiare. Në fund të javës pritet një zhvillim pozitiv në karrierë, por deri atëherë me qetësi. Shkojmë tek shigjetari. Për shigjetarin, kjo është një periudhë shumë e favorshme për projekte të reja dhe iniciativa profesionale, do të ndiheni më të motivuar për të marrë vendime të rëndësishme në karrierë. Financat mund të përmirësohen përmes një pune shtesë ose një investimi të vogël. Kujdes me optimizmin e tepruar në çështjet ekonomike dhe shmangni rreziqet e panevojshme. Një negociat ose marrëveshje mund të rezultojë shumë fitimprurse, fundi i kësaj periudhe do të sjellë mundësi të mira profesionale. Shkojmë tek Bricjapi. Puna do të jetë intensive dhe do të kërkojë më shumë përgjegjësi se zakonisht, megjithatë, përkushtimi juaj do të shpërblehet dhe mund të merrni një vlerësim të rëndësishëm. Financat mbeten të qëndrueshme për ju në ditën e sotme, por edhe në vijimësi. Dhe nga Bricjapi ndalemi tek shenja e radhës, do të shkojmë pikërisht tek Ujori. Ujori do ta nisë ditën e sotme me një bashkëpunim goxha fitimprurës, kujdes me organizimin e të ardhurave, përpiquni që të qëndroni me këmbë në tokë përballë ideve që duken shumë të mira për të qenë të vërteta. Dhe nga shenja e Ujori do të shkojmë në përfundim tek Peshqit. Peshqit me natyrën e tyre profesionale dhe emocionale në të njëjtën kohë dhe një disbalancë të dyjave këtyre së bashku, do ta gjejmë veten përballë një ngërçi i cili ka të bëjë me mënyrën se si komunikoni me kolegët dhe me eprorët tuaj. Duhet të tërhiqeni nga debatet, të qëndroni sa më pozitiv dhe të mos e shikoni gjithçka në këndvështrimin e saj më të keq, sepse vetëm nëse bëni këtë do mund të keni mundësi reale dhe të ardhura të cilat favorizojnë ditën tuaj. Dhe ky ishte parashikimi për shenjën e peshqve, me të cilën e kemi mbyllur edhe horoskopin ekonomik dhe kështu kemi arritur në përfundim të start për mëngjesin e sotëm.